O Zot, ti e falës e dënë robin tonë që kërkon fali, na falë neve. Është lutja që muslimanët kanë shpeshtu në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit. Është lutja me cilën nana besimtarve i mëson muslimanët me atë që ka thonë i dërguar i Zotit. Është pyet Aisha, cila është duaja që ka thonë më së shumti i dashur i Zotit në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, ka thonë ajo lutje është o Zoti e falës e dënë falsin robin që kërkon fali, na falë neve. Zoti na falë. Këtë dua ka thonë në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit me shpresë për ta zënë natën e Kadrit. E pikërisht në natën e Kadrit jetimat e Ballkanit kanë organizu një iftar të bamirësisë, të bashkimit, një iftar solidariteti me shumë biznesmen nga gjitha trojet shqiptare. Duke i falendëru gjithmonë ata dhe duke lutë Zotin me ju dhonë shëndet e me ju shtu, bereqet atë natë është bo grumbullimi 5 milion eurove. Për mega projektin që kemi prezentu që do të nisë në Prishtinë. Jo vetëm kaq, pasi është mbyll, ai iftar është përfundu, kemi marrë rrugën për me ardhë në selin tonë, kemi pas telefonatat të shumë të biznesmenve të tjerë, ku shumë ka rritë vetëm atë natë 7 milion euro. Zoti i shpërblet. E ne po jepim disa pamje të ati iftari për të rikëthy në studio me diskutu, kemi një musafir që na kanë nderu e do të prezentojmë musafirin dhe do të diskutojmë së bashku pas storjes, kjo është storja e iftarit të bamirësisë. Allahu Akbar, Allahu Akbar. I dashur vëlla Halel Kastrati, shumë dashur të respektum, gjithë ju të praneshëm, biznesmen të venit këtu të Kosovës, diasporës, Maqedonis, Shqipëris, Luginës, gjithandej. Sonte jemi mbledhur këtu jo thjesht për të ngrënë një iftar së bashku, po për të dëshmuar edhe një herë vlerat e larta të solidaritetit dhe humanizmit që na kanë karakterizuar gjithmonë kombin tonë. Në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, e veçanërisht në këtë natë madhe të Kadrit, Hoxha Halel Kastrati po na jep një mundësi të jashtëzakonshme për të dhënë shpresë dhe për të ndihmuar ata që kanë më së shumti nevojë. I dashur Hoxh, përveç bamirësisë, jeni duke bërë edhe punën edhe më të madhe, duke na bashkuar gjithë shqiptarëve, anë mbar botës, pa kufi. Pra të gjithë së bashku, shqiptarë të Maqedonisë, Kosovës, Shqipërisë, Malëzisë e gjithë vendet ku janë shqiptarët. Kështu që të bashkuar mund të bëjmë gjithçka, të unifikuar për të ndërtuajmë të ardhmen tonë. Pse jo, të dalim në ndihmë edhe për familjet nevojtarve dhe fëmijët të prekur me autizëm, me aftësi të kufizuar. Vëlla Bekim, vëllezër të nderuar, të pranishëm, ju që na sollët në këtë ditë, du me nisë fjalimin tim, jo me ju thonë faleminderit pse keni ndihmu,
Por faleminderit që na keni dhënë mundësinë edhe na keni sjellë në këtë ditë neve. E gjatë këtij rrugtimi 16 vjeçar, na keni dhënë mundësinë me ledhatu shumë kokat jetimave, e me ndalë shumë lot të shumë nanave, e besa më konë hisetar të shërimit të shumë të sëmurve, ka qenë kafshata dhe djersa juj, ajo që e ka botë mundur me na prunë neve sot në këtë ditë. Është hera e parë që jetimat e Ballkanit po organizojnë një iftar të tillë. Du ta falenderoj Hotel Emeraldin, pronarët, të cilët kanë marrë përsi për iftarin e sotshëm, inshallah Zoti ja ushton bereqetin. Po kur e kemi nisë këtë aktivitet, kur nuk më ka marrë mendja që ka me ardhur një ditë ku përmes shoqatës jetimat e Ballkanit do të bëhen 1600 familje shqiptare në truje shqiptare me shtëpi. Ne e kemi nisë këtë punë 2009 veç me pas një kuzhinë humanitare, me ofru veç një shuj ditore për një familje, po nga aty u ballafaqum direkt me familjet nevojtare. Edhe mësum hallet edhe dertet e tyre, i mësum edhe kërkesat. Dulëm edhe i vizitum edhe në shtëpia, ja u pam gjendjen se qysh po jetonin. Atëherë duke trotkit shumë dyrë, shumë lokale, shumë dyqane, duke folë me njerëz, gradualisht ja nisëm me ndërtu edhe shtëpia për familjet nevojtare, duke ndihmu disa të moshuar që jetonin vetë, edhe në një rast kur kemi shku me ndihmu një të moshum e kemi gjetë vdekur, sepse jeton të veç vetë, kishte vdek para 2 dite, edhe aty ka lind ideja për me bo një shtëpi për të moshuar, për këta që Zoti ka sprovu, s'ju ka dhënë fëmijë. Edhe alhamdulillah që 6 vite e kemi shtëpinë të moshuarve në Gjinac të Suharekës, një shtëpi që është model për krejt Evropën. Jetimat e Ballkanit, nga një fillim që kemi pas shumë të lashe me fitu besimin e masës, me i siguru 2-3 euro në muj, kemi ardhur në këtë ditë në momentin që po flas para juve, deri sot kena ndihmu popullin shqiptar me 150 milion euro. E ndjej obligim me qenë se është hera parë kështu bashkë të tubuar me tregu një rastimi në 2012-ën, dorën e parë që më ka dhonë për aksionet humanitare, ashkon tashmë i ndjeri Riza Luka, Zoti e mëshiroft, në qytetin e Pejës. Mas vdekjes tij unë kam pas një vështirësi jashtëzakonisht madhe, edhe një ditë jam mbështet për muri, branga vetëm ishte se po mbyllët kuzhina, me beratin këtu zavencin tim, qajshim, se dishim halin e familjeve që merrshin ushqim në kuzhinë Prizren, edhe që ajo kuzhinë po mbyllet, Zoti Mall edhe më vjen një telefonat, më thot Halil po du me të pa, edhe kam shku jem taku në atë kohë, ma pa dhonë zeqatin që i dha jetë kuzhinës edhe 6 muaj ditë, e ata janë pronarë të Abi Qarshis që unë jam një njërës gjithmonë.
Baci Irfan, falenderit shumë. E nga atëherë, Baci Irfan bashkë me familjen e tij të madhe Fusha, nuk janë nda asnjëherë me donacionet e tyre. E sot Irfana janë bo shumë të jetimat e Ballkanit. Janë 300.000 donatorë shqiptarë në shoqatën bamirëse e jetimat e Ballkanit. Duke pas parasysh gjendjen e familjeve në Kosovë, të shumë prej tyre kemi gjetë edhe fëmijë të prekur me autizëm, edhe me sindrom Down. Numrat zyrtarë në Kosovën tonë flasin për 25.000 fëmijë autik. Ka shumë prej familjarëve që hezitojnë me i bo publike se jam i sigurt është numri më i madh. E njëra prej atyre familjeve jam edhe unë, që jam i prekur me djalin cilin e kam autik, edhe ja u di hallin edhe gjendjen fort mirë gjitha atyre familjeve që janë të prekura me fëmijë me autizëm. Në ditën e hapjes së kuzhinës në Prishtinë, në atë ceremoni, po më thot stafi im, një nan po insiston me taku. Edhe thash po kryet ceremonia, po bëhet hapja zyrtare e kuzhinës, le të pret pak edhe do të takoj. Edhe shifsha se qante me të madhe dhe kjo une nuk po du ndihmë financiare. Po Halil ka marrë vesh një sen me të thonë, jam një nan me 2 fëmijë autik. Njëri 17 vjeçar, e tjetri 16. Burri më ka vdek, e vetë jam me kancer dhe kam metastaza. Nëse eventualisht dëgjon se unë kam vdek, ama net fëmijët mos më lënë në rrugë. Të lutem, bën diçka për fëmijë me autizëm. E nga jo ditë neve kemi 5 vite që punojmë për një projekt të cilin neve do të shpalosim sonte. Du të falenderoj edhe ky me plot arsye mungon, ish presidentin e Republikës Kosovës dhe ish ministrin e jashtëm Bexhet Pacolli, i cili si që pata dhe në media gjindet në Kenya, ka pas me qenë prezent këtu, edhe ka marrë njohjen nga presidenti i Kenjes për shtetësinë e Kosovës. Unë i falenderoj atij që më ka marrë me vete në shumë shtete me avionin e tij. Kemi shku, kemi pa shumë qendra të autizmit në përbot, edhe kemi mbajt shënime se çka duhet me pas në këtë qendër, dhe falenderoj ma Beteksin, firmën e tij e cila ka projektu projektin pa pagesë prej fillim deri në fundin e saj. Edhe e falenderoj Kryeministrin e Republikës Kosovës, qeverinë, që ka nda 13 hektare gjys parcel për shoqatën bamirëse e jetimat e Ballkanit, mu për këtë projekt. Parcela është në Graçanic, në komunën e Graçanicës, edhe si gjithmonë, komuna që udhëheqet nga komuniteti jo shqiptar, na kanë dalë pak telashe me komunën, deri në ditët e fundit ku neve kemi arrit me qitë parcelen me pas listën proceduese në emër të jetimave të Ballkanit, edhe këto ditë kemi apliku për kushtet e punës. Data 2 prill është dita botërore e autizmit, e ne po shpresojmë që këtij projekti t'ia qesim gur themelin me datën 2 prill. E ky projekt, unë i kisha thonë stafit me dhonë në ekran projektin që neve po dëshirojmë me nisë me datë 2 prill. Kjo është selia qendrore edhe amfiteatri,
Shpresat e bardha janë konvikte për student, ku ne kemi mendu që me ja dha mundësinë studentëve për me banu edhe me ushqy që me i shfrytzu pastaj për qendrën, për kompleksin. Këto janë ndërtesat të ndara edhe në grup mosha, për autizëm, për sindrom Down, për fëmijë të braktisur, si dhe për persona me nevoja të veçanta, janë shkollat, klasat speciale, ashtë rezidenciale, janë edhe dhomat e banimit në raste të veçanta, ashtë spitalin brenda, janë edhe qendrat rekreative, pishinat brendshme të jashtme, është kalorimi me kuaj, ciklizmi. Kjo këtu është spitali brenda. Dikun kap 70.000 metrë katror në ndërtim, edhe vlera këtij projekti për afërsisht është 50 milion euro. E me realizimin e këtij projekti, na inshallah si Jetimat e Ballkanit, përmes jush, përmes njerëzve të vullnetit mirë, arrim edhe ndihmën me 200 milion euro për shqiptarët nevojtarë. Unë kam zgjedh natën e sodit edhe pse shumë ka qenë e pa planifikume më herët ky iftar i sodit. Ka qenë një ide e disa donatorëve, miqve, vëllezërve tanë, Halil organizuar një iftar, tregoj ju shqiptarëve e biznesmenave qëllimin edhe njetin tonë. Po jo thamë edhe një tjetër, kur e kemi një shtëpinë të moshuarve, është projekt 6 milion euro. Shoqata bamirëse e Jetimat e Ballkanit nuk i kishte as 100.000 euro në kontë. Edhe Berati e ka kap kryt me dorë kur ka marrë vendimun që po e bëjmë një shtëpi për të moshuar, ka thonë Halil, a din sa i ki organin shtrikom. Edhe i kam thonë, Zoti që më ka kriju mua dhe ty o Berat, brendësin të me din. Për vetis jam të e bo. Mjetën e kam pasër. Edhe alhamdulillah pa u bo 2 vjetë, ja kemi prej shëritin edhe janë mbledh mjetët jo realizimin e projektit, po edhe për menagjimin e ti për 5 vjetë e arshme të ati projekti. Edhe sot po e thamë, une alhamdulillah që të pun e ka marrë mision. Këna refuzu oferta, ndash politike, ndash jash politike. I kam thonë Zotit, du më konë shërptori i jetimit, i skamnorit, i nevojtarit, i vetjakut. Une du më shku Zotit me qëtë bagazh mrapa. Edhe e di njetin, edhe shumë po shpresoj që Zoti ka më na i qele rrugë, se i ka qele rrugë, ka narë miliona euro, hala para u shfaq projekti, veç pse kena diskutu me donatorët e tonë këtu mrena për mrena edhe jashtë Kosovës. Edhe besoj që keni me bo gajret sa të moni një gjatë dine. I lumi Zot në Koran, këta po ju thamë jo veç prej studimeve që kena studiu për Islam, po edhe këto 16 vjetë përvoj pune. Kemi pa shumë, unë kam thonë, gjokës ato na bajnë shumë sene. Kemë shka i kalzojmë Zotit shumë sene. Jo veç për familjet nevojtare, por edhe për donatorët, edhe për ata që kanë dhonë. I lumi Zot të shembulli ati që jep është sikur se shembulli i një kokër e misri. Ti e mbjell një kokër misri, nga jo kokër dalin 7 kallime nga 100 kokëra. Andaj, gjatë këtyne 16 vjetëve ka mësu se njeri kër e një mëndi kanë tjetër sen s'ka bo vetë se ka një mu vetë vetën e vetë dhe familjen e vetë. E vetë mja sen që ty
e thënë kaderin e Zotit. E vetmja sen që i del kaderit caktimit Zotit përpara është sadakaja. Është lëmosha. Muhamedi alayhi salatu wassalam thot, nëse ki të lashen familje, nëse ki të lashen me shëndet, nëse ki të lashen me biznes, nëse ki qfar do lloj të lashe, lidhe një kontrati edhe Zoti jëtë, edhe jep për Zotin, jep, ktheje kryt mrapa. Zoti na mëson Kur'an, o ju njerëz, jeni kanë një pik ujë, kërkush heq, bashkë kërkushi, një pik ujë, qatë pik ujë e bom pik gjaku, qatë gjak e bom cop mishi, qatë mish i dham fort, ja veshëm kocat, erë dakiki e frymzum, ja dham shpirtin, erdhe në dynjas sy kishe nuk shishe, vesh kishe nuk nishe, kom kishe nuk heshe, goj kishe nuk falshe. Na i tham veshit dëgjë, ne i tham synit shif, na i tham kamës hec, erdhe dhe në moshën prej me i ditë mirën edhe të keqen. Zoti thot, wa hadejnahu në gjdejn, jam sova edhe të mirën edhe të keqen. Unë Zoti jam që ta dhash bereqetin, ama nuk ka pasuni që nuk ka sprovë të Zotit në ta. E sprova në pasuni është apo je mirë njohës, apo për buzës. E na lusim Zotin me kanë mirë njohës. Që to është gjeneti. Ndoshta mas 100 viteve nas jemi edhe kocat na janë bo pluhën, po ndoshta dikush prej nipav, stërnipav tonë do të detyrohet me shku edhe me marrë terapin që to projekte. Xhamat, vllazën, bëni gajret për vetveten e juj, qitë në dorën zemër. Nëse mendoni që ja vlen, dyrt janë qel për Zot, për Allah, ai që të ka prunë që di ty dhe mu, për ata bëne lidhe kontratën ti me të lumin Zot. E pa shybe se qaj Zot ka garantu, Zoti nuk ja hup hakun kërkujt. Edhe një herë ju jam shumë me njohës, keni mujt me hangër iftarin e sodit natën e kadrit, me familjet e juja, më me të dashit e juj, po keni zgjedh me ardhë sot në ftesën tonë e neve e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë. Edhe lutemi Zotin për juve, me ja ushtu bereqetin, me ja u falë shëndetin, Zoti kur mos ju humb, Zoti ju shpërblet. Zoti i shpërbleft e ne kemi nderin sot me pas musafir, si çdo të premte i kemi pas nga një të nderuar imam, hoxh. Sot e premtja fundit të muajit të shajt Ramazanit na ka nderu, ka pranu ftesën tonë, krye imami i Këshillit Bashkisë Islame të qytetit të Klinës, hoxh Bleri Musliu. Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Faleminderit shumë që keni pranuar ftesën tonë me kanë sot mysafir në emisionin tonë. Kur zot pranonte, zot ndihej i nderuar, të jetë me ju. Zoti ju nderoft. Hoxha Efendi, me kolegët juaj kemi diskutuar në përgjithësi rreth bamirësisë, me ato që na ka mësuar i lumi Zot, me ato që ka vepruar dhe na ka porositur edhe i dashmi Zotit. Do vazhdojmë këtë temë edhe me juve sot, bamirësia në dispozitat e Islamit, me rregullat e saj. Shpesh herë dëgjojmë njerëz na thonë ndoshta nuk është mirë që po i shpalosni mirësitë apo bamirësitë e të tjerëve. Por anën tjetër jam vetëdijshëm që mos më i shpalos kurse shumë arrit në këtë ditë. Duam të dëgjojmë nga ju i nderuar rreth kësaj çështje. Fillimisht, i nderuar, faleminderit për ftesën, që Zoti e Madh ju shpërblej. Amin. Tu ashtoj të mirat. E përmes juve, Allahu xhalla shanuhu të bëj sebeb që të shtohen të mirat edhe të gjithë atje ku arrin dora e bëmirësve përmes dorës suaj. Dhe të përdor Allahu subhanahu wa ta'ala një lloj ulidhse mes atyre që japin dhe atyre që
që marrin padyshim se është një nder i madh, cilin Allahu subhanahu wa taala përzgjedh njerëz të caktuar, njerëz të veçantë, njerëz të cilët megjithatë i kanë kalu disa provime gjatë rrugtimit të tyre. Ndoshta para se të fillojmë të flasim për atë cilën të më pyete, do të kisha dashur unë ta bëj një pyetje ndoshta në aspektin e retroaktivitetit. Kur e pam storyn edhe 7 milion për një natë të vetme. A thu Halil Kastratit, kur ka fillu punën me atë pick-upin të cilin rrugës e përmende që madje edhe telat e gomave i ka pas jashtë. A ka mujt me imagjinu se mund të vije këtu ku është? Asnjëherë. E po ja që e kemi një Zot për të cilin asgjë nuk është e vështirë. Mjafton që ne të nisemi, mjafton që ne ta bëjmë hapin e parë. Kërkon nga ne që të bëjmë lëvizjet e duhura, të ndjekim rregullat të cilat ai i parasheh, e padyshim se pastaj rezultatet dhe sukseset janë të pashmangshme dhe janë të pamungueshme nga ai i cili është bamirës dhe i dën të gjitha ata të cilët merren me bamirësi. E mënyra dhe forma pastaj e funksionimit të kësaj bamirësie mendoj se është fleksibile brenda rregullave të fesë. Atje ku duhet të fshehet, duhet të fshehet. Atje ku duhet të tregohet, duhet të tregohet. Atje ku duhet të nxiten edhe të tjerët, duhet të nxiten edhe të tjerët. Andaj çdo kush që mendon këtë se është një formë statike e pandryshuar, e cila nuk pranon ndryshim, padyshim se ka çastin e gabuar. Ne e dim pa asnjë dilemë se sadakaja më e mirë, ata cilën e vlerëson Zoti shumë, është kur e jep njeriu, madje qysh ka ardhur në hadithin e pejgamberit, e jep dora e djathtë dhe nuk e din madje as dora e majt se çfarë ka bën. Por kush e din që ata 7 milion që ti kanë dhënë? Askush nuk e din. Po mendoj nga masa e gjerë e njerëzve. Por i din ti, i din njerëz që i kanë shënuar, padyshim. Por mbi të gjitha i din Zoti për cilin ata e kanë dhënë atë sadaka. E pastaj ne kemi raste të grumbullimit të pasurisë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që grumbullim publik në shumë raste pejgamberi sallallahu i ka nxit sahabët dhe i ka thënë kush për juve po i ndihmon këtij njeriu në një rast ditës së xumë. Pra ka qenë thirrje publike dhe njeriu është ditë publikisht se po ndihmon edhe po ofrohet edhe po jep. E pastaj në rastin e përgatitjes për ekspeditën e Tebukut, ku Uthmani radhiyallahu anhu ka ardhur vazhdimisht me pasurinë e tij. Pra mes këtyre dyjave padyshim se ne e shohim se cila është ajo e cila po funksionon, po e jep rezultatin e duhur, e padyshim se mendoj se secili prej neve e aq më pak ata të cilët e dhon e dinë dhe janë aq më shumë ata të cilët e dhon e dinë dhe janë sigurt se ajo që po jepet shkon në vendin e duhur. Ajo është dëshmu me gjithë ato e cila ka kalu deri me tani, e padyshim se ajo vetëm do ta shtoj edhe më shumë bereqetin. Allah të nderoft. Hoxha është nata teke e fundit të muajit të Ramazanit. Bamirësia në Ramazan, bamirësia në 10 netët e fundit, bamirësia për një hallë dhe dert që ti e ki, bamirësia për një sëmundje apo problem me shëndetin. Është dikaster në vete, është akademi në vete. Fillimisht është shumë e rëndësishme ndoshta me përmend se dallimet e njerëzve janë urtësi e Zotit. Dhe njëkohësisht janë sprovë. Andaj Allahu xhallahu xhan thotë nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum. Ne e kemi nda dhe ne e kemi nda, domethënë të jetuarit e njerëzve, jetesën e njerëzve. Dikujt i ka dhënë më shumë e dikujt i ka dhënë më pak. Ajo që është shumë e rëndësishme është me kuptuar që secili prej njerëzve dhe secili prej neve është në sprovë. I varfri është në sprovën e durimit dhe të sjelljes korrekte nga pozicioni i tij. Por shpesh herë, më i sprovuar është ai i cili ka shumë
se sa i cili ka ma pak. Sepse sprova ti do tjetë si po sillet, do më thënë me Allahun subhanahu wa taala dhe me ato cilën Zoti e ka begatu në raport me shfrytëzimin e saj, në raport me falënderimin dhe në raport me ndarjen me të tjerët. Andaj kur flasim për këtë ndarje, pastaj funksionimi, mrekullia e funksionimit të bamirësisë është një mrekulli mahnitse dhe do ta kuptoj veç ai i cili ka provu. Zoti na ka dhënë, ka kërku nga ne që të ndajmë shumë pak nga ajo që e ndajmë. Dhe përsëri të na shtoj e të na shumëfishoj në forma dhe në mënyra të ndryshme. Pra në të gjitha situatat, besimtari është në fitim. E sidomos në muajin e shumëfishimit të shpërblimeve, në muajin e Ramazanit, e në 10 neçën e fundit, e tashmë kur jemi pothuajse në fund, kur ndoshta secili prej neve megjithatë e ndin një lloj sikleti se iku Ramazani e s'kemi mri hala ndoshta me arrit ato objektiva të cilat e kemi pas për synim dhe qëllim, është hala momenti i fundit dhe shanca e fundit që të kapim sa më shumë nga këto shpërblime e nga këto begati të cilat Zoti i ka ofruar për shkak të bamirësisë. Ndihma, lehtësimi i jetës së njerëzve, largimi i brengës së dikujt, është prej objektivave madhor. Madje kanë ardhur disa argumente, të cilat në shikim të parë neve nuk na duken të tilla, sepse ne zakonisht i mendojmë standardin e sevapeve dhe shpërblimeve me një standard që ne e përcaktojmë. Ndërsa pejgamberi alayhis salam thotë, dhe kjo është mahnitse. Andaj mas këtij hadithi besoj që ti dhe stafi dhe këta ata të cilët i marrin këtë kohë gjatë mund ta paramendoni llogarinë e shpërblimeve. Los Allahun xhallashanut na i pranoj fillimisht punë të veprat tona. Thot pejgamberi alayhis salam, me ec me dikan, dhe përveç me ec me dikan, me shku me dikan, që më ndihmu me ja lehtësu brengën e tij dhe më u mundu me ja kry punën atij. Edhe nëse s'ka arrit me kry punën, vetëm se e ke shpreh si dert edhe breng, edhe ke hec me ta, je shku me ta, je mundu me ja lehtësu, thot pejgamberi sa është më e dashur për mua se sa të qëndroj në itikaf i mbyllur në xhaminë e pejgamberit alayhis salam një muaj ditë. Imagjino me ndihmu, imagjino me ja kry punën, imagjino me ja hek një dert edhe një breng nga brengat e kësaj bote. Pejgamberi sa më thot, ai i cili ja largon dikujt një breng nga brengat e kësaj bote, Allahu xhallashanhu do t'ja largoj atij brengat nga dita e gjykimit, ditën e cila padyshim se i brengat janë të mëdha sepse do të shfaqen të gjitha punët edhe veprat që i kemi bërë. Andaj ky treg i madh e cilin Zoti xhallashanhu e ka ofruar për neve që nda të marrim sa më shumë, padyshim se është begati prej Zotit. Alhamdulillah. Të cilin Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë neve. Dhe unë po du me përmbyll këtë pjesë me një fjalë e cila megjithatë është shumë madhështore. Thot njëri prej dietarëve, e thot Ibn Qayyimi, thot nevoja jonë për sevapet edhe shpërblimet është shumë më e madhe se sa nevoja e nevojtarit për ato të cilën ne i ofrojmë. Ne jemi fitimtar. Bamirësi është fitimtar. Ai i cili e pasuri është fitimtar, sepse Allahu ka garantuar shumë fishimin e saj në çfarë do forme qoftë ajo, dhe sigurisht se pejgamberi sa më ka thonë la yanqusul malu bi sadaqa, asnjëherë nuk paksohet pasuria kur njëri jep sadaka, e jep zakat, e është bamirës afër atyre të cilët kanë nevojë. Subhanallah. Hoxha, dhe dy pyetje kemi me ju bëhe para. Jeni kryimam në qytetin e Klinës, sa janë shqiptarët bamirësa, edhe e dyta, që të tjetë pyetja e fundit, nuk kemi dëshirë me na lënë në studion tonë, pa ma dhonë një këshill mua dhe stafit tim për veprimtarinë tonë. E para, mendoj se përgjigja më e mirë se sa jemi ne si shqiptar bamirës është Halil Kastrati dhe timat e Ballkanit. Ajo është dëshmia më e madhe e cila tregon se sa janë shqiptarët bamirës. Ne në miniaturë mundohemi të merremi nga pak me këtë punë. Edhe pse detyra e jon si hoj, si imam, si kryimam këtë rast, për si pres xhamis, është detyrë fetare, pra mësimi i njerëzve besimin, ofrimi i njerëzve tek
mësimet e rregullave të fesë, kryerja e obligimeve fetare, edukimi i fëmijëve, prezenca në halla dhe derte kur ka njerëzit nevoja për sqarime të caktuara e kështu me radhë. Te ne çështja e bamirësisë është çështje. Ai largon bamirësia dhe ato që i cekë tek shqiptarët. Problemet, hallet. Padyshim, sepse është port, është derë e cila të tregon se ne kur ofrojmë të dikush nuk ofrojmë për interes, por edhe ne vim që të ofrojmë diçka. Andaj sepse sidomos në kohën ku po jetojmë, kohën e një materializmit të ashpër, madje njerëzve edhe kur u thumir mëngjesi, edhe kur u thumir dita, vetëm nalet edhe shqyqon se ha tash ky çfarë interesi ka, do të çka po do me lyp, çka po do me kërku pasaj. Andaj të jemi afër njerëzve, nga ky aspekt padyshim se është punë e madhe dhe është punë e cila i ndihmon shumë atij objektivit të parë. Andaj unë pa ndonjë aktivitet të theksuar në këtë pjesë, në aspektin humanitar, njerëzit shohin si mundësi përmes cilës njerëzit dojnë me arrit tek ata të cilët ata nuk kanë mundësi. Andaj mendoj se kjo port të cilën te ke hap, edhe e ke vazhdu, domethënë portën e kësaj tradite nga koha e pejgamberit alayhissalam, është ajo e cila edhe sot e kësaj dite neve na shërben, secilit prej atyre që merret me aktivitete fetare dhe me punë fetare, sepse e din që është një adresë e saktë edhe e sigurt, sepse njerëzve megjithatë më shumë të që mungon është adresa e saktë. E kur ata arrin ta gjejnë adresën e saktë, pastaj çështja e shumave edhe çështja e sasisë pastaj nuk përban problem. S'ka përban problem kur, nuk përban problem as tash, e mendoj se dëshmia më e madhe është edhe nota e përmbrëmshme, domethënë nota 27. Nota 27 te ju ku për një natë janë mbledh 7 milion euro. Lut Zotin e Madh që kjo bamirësi megjithatë të na mbetet si një lloj lidhje e fuqishme mes neve, mes familjeve, mes kësaj shoqënie e cila megjithatë po pson disa goditje të panevojshme, të paduhura, të një lloj urrëtie, të një lloj mendimi të keq për njëri tjetrin, të një lloj xhelozie, të një lloj hasedi, i cili i çon njerëzit shpesh herë në madje edhe në armiqësi të panevojshme, andaj le të mbetet bamirësia ajo e cila do të na ofron e do të na lidh njëri me tjetrin. Këshilla për mua dhe Saf. Këshilla për vete. Për mua edhe Saf. Dhe për Hoxhën Halil Kastratit, cilën jam para tij, për stafin, cilën merren shumë me këtë punë, është këshilla me cilën Zoti i ka këshillu pejgambert e tij. Ajo është këshilla e sinqeritetit. Sepse megjithatë do të vijë një ditë kur do t'i lëm të gjitha. Megjithatë do të vijë një ditë kur të gjitha mirënjohjet, të gjitha privilegjet, të gjitha meritat e kësaj bote do të mbeten në këtë botë. Ndërsa para Zotit do të dalim vetëm me brendësinë e zemrave tona. E sinqeriteti është ai i cili e ban veprën e pranuar. Sa punë të vogla i ka rrit sinqeriteti e i ka bë të mëdha ato. E sa punë të mëdha i ka zvoglu e i ban të papërfillshme nesër peshore kur ato bëhen për qëllime të caktuara. Andaj kjo është këshilla që porosis vazhdimisht veten edhe juve, që të mundohemi ta rishikojmë në vazhdimsi çështjen e sinqeritetit. Ta ripërtrim njetin në vazhdimsi, nga se njeti din shpesh herë me deviju. Thot njëri prej dietarëve, thot nuk kam bë diçka ilaç në veten time, më të rëndë se sa njetin. Madje thot kam filluar një hadith me tregu, e ka gjysa hadithit e kom pa që ka deviju njeti. Kjo pasaj, njeti i sinqert është ai i cili ka më mësu, çysh me vepru. Ka më gjetë rrugdalje dhe rrugëzidhje para sfidave, sepse na e dim se keni sfida të mëdha. Ato janë, edhe pse nuk duken ndoshta, njerëzit e dim se ato janë të mëdha, sepse çdo punë e natyrës së tillë ka sfida të mëdha. Andaj sinqeriteti garanton pranimin e veprës, garanton vazhdimsinë e saj, sepse Zoti të mëson si me vepru dhe të garanton rrugëzidhje dhe rrugdalje para pengesave në të cilat mund të hasim gjatë rrugës. Hoxh Bleri Musliu, faleminderit edhe një herë, inshallah Allah të shpërblen. Pak mund marrë nga klina këtu, por besoj
veç për një vizit kur bëhet një jetë me ardhë, është shpërblimit e Zotit, andaj edhe na e lusim Zotin me shpërblim me gjitha të mirat për ardhjen që ke pranu ftesën tonë. Allah shpërbleft juve që na bat hisenik, na bat pjestar të këtij projekte të madh, qoftë edhe me disa fjalë të cilat pato mundësi me thonë. Allah i të nderoft, Allah i shpërbleft. Faleminderit. Shkojmë sigëll rikthehemi prapë. Edhe njëherë, Zoti e shpërbleft Hoxhën Blerim për këshillat dhe fjalët që na tha, lusim Zotin inshallah. Ne t'jemi të sinqertar i përtrim një jetin shpesh edhe inshallah brendësia jone, si që thëtë Muhamedi a.s. Çdo vepër që robi e bën do të shihet një jetë i tij qëllimi. Inshallah e jem qëllim mirë dhe një jetë mirë. Po ndjekim një histori që ka përgatit stafi për sonte dhe rikthehemi në studio. E kona gjëna të unë që të pijulli me ako javlit. Po më li pak me vetë. Tani pa hen shevi, bura, këtë, laugi. Arruj ma keq, tani këna Rima ka. pa ta sëfër, rima në kanë gjau keq. Fëmën. Edhe shpijen që është më kanë janë keq. Një fatëm, bujupi, ka fshot e rrlat. S'ku mund të punon, vetja pidohu që mund. Më në që është jam vetë për të nësionit natë. Edhe për që të kushte shumë ranë. është që ujin e kam atje jashtë, as kam atrin, as kam se. Për fëmija është katastrofë për mu, për shenjëve, gjendjen. Për mu është maran. Maran është kushtet ju. Kërkesa, po dhe ski. Ko ski, po do të me nej. Të me nejtë. Shko me dhe. Kërkesa po kanë vëllove. Janë shkollë, kanë qafitën më të mirë, veshe, mathe. Të po këtë s'pa janë, po do të qështë. Qështë mund në me të. Jes, më me me përnu të i bëhu i ty, ko bashkaj të i ka të detë. Pa dhe të më nalë, për uj. Për shumë të dhe, me disi më ma. Të e për uj ko më rëgë më veç. Për shumë më në kësi për të haki. Por s'pa ka më shumë më pacient. Qështë? Unë e vetë që është të intencionit jam mësumë. Ka të thmi kam shkollë, me që të kushtash. Pra, në qëllë. 170 herë mas tja. Edhe shtesa, thmive, që pima hënë. E kona gjëna të unë që të pijulli me ako javlit. Po më li pak me vetë. Se jo kështë është katastrofë, po zëre, Që gjanë që qëshin pi në katastrofë. zëre, njeri pa dot, me bo sabër e doreme. Ma kalet se sabër e dorimi s'ka. Lak për thmive, është te për që s'pja në zetë na i smuj, a na shi zëti me Allah, pjoni me në thmive. Me ta në zëti s'piti qe. Njeri drejt hek po denë së rame. Ashtë uj s'kam, bunojnë kam qatje, pi qatë uj ti marrë thmit, i pastrej, që po zësot është mëra uj, mi pastro thmit, me nëzej me këse, me mash. Se s'kam uj me në heq. Qatje bunojnë kam gja. Vedë boj, shkatë moj, vedë. Shka me boj. Kishë pa më në për qëta thmi. Ja, O, dhe raketa për në kalën, arruj ma keq, tani për në rima pa ta kalën. sëfër, rima në kanë gjau keq. Fëmën. Edhe shpijen që është më kanë janë keq. Tani pa hen shevi, bura, këtë, laugi. Përjaj sa pa muna, përjaj pa apet, pa laugët.
loje sa dosh. 100 herë kum pravu, jashtë e mrena, po s'pi hiqet, vla. Fe kur pe dy, qatë hera, pa hiqet, vla. Ma shumë të kam nevoj për që shpi, me po me E rep. që të shpi, kena nevoj, na i vesh, na i Shpeshem që ma, gjandja, fëmija, qështë në edhe shpe, ushem për u, qështu. ishem. Është familja Fatlum Bujupit nga fshati Arllat i komunës së Drenasit, e stafi më lajmëron se familja, familjarët janë këtu. E na i ftojmë në studio. Hajde Fatlum. Përshëndetje, mirë se keni ardhur, shfjesi, e mirë. Mirë se keni ardhur. A një mirë, ullën. Që shje Fatlum? Që shpo kalen? Bujupi Arllatit? Okej, sa antarë je? 7 antarë. E pa më gjendjen, që shpo e të në mund është më në thonë 2 fjallë tjera. Me të lel, dhumë, rrës më kesh më zikum. Pse? Pse vetë jam snut, më spore, Që ki Fatlum që e smu? bëhujt. Pi bëhujt jam. Okej. Edhe me di që më më fort. Nëse pira unë të si shkoshta e që pa dojnë mjek. E shtu. Sa fëmi ki? Unë jam 4 fëmi, gëmë 5 dhe 1 motra, më 6. 7. 7 antarë këj. 7 antarë. Edhe s'punon heq? Ja i që qëtu këtë moj ka pa. Se që ka i dikoj me përne u 3-4 djetë, më nga tani më apet s'po marrë më, pe i bëhujt. Që shjetën, Fatlum? Valla me një sociale, Sa merë socialin? 170 herë. Apo del për 7 antarë? Jo ty, besë del. Apo bojnë gajrat katune, apo të një mojnë? Valla po të shami ka pak, po ju, që që po falë me për ty, oke. Emri ju i zoj? Adile, Adile. Nona 4 fëmijëve. nëna 4 fëmijëve jam. Sa është fëmija më i madhe, çfarë moshe ka? 11 vjetë, Më i madhe, po qika, qika. Më i vogli, 2 vjetë. 2 vjetë. Që shpojeta një Adile? Valla, ishtë shpamuna. O në sinon, të sheni vetin. Shtirash, po, s'ki shka ba. Shka të vjen për zëtit mirë sa. Shka dhja për zotë njësa. S'ka rrugdalje tjetë. Me ba sabër, dore, s'ki. Sa, Shtet janë. sa fjallë të mlaja jetë në thonë. Me fukarallëk, Me forallak, me edhe duhet me bo sabër. sabër e dore. S'ki. A kanë kërkesa fëmijët? Kanë se 2 për fëmija. Kushtet s'pa janë. Janë për letësu. Katuni? Po, ka tuni në një mëj. A keni kërku ndim komunë e herë? Alloj, ndime, kom kërku një shpi. Po, kena kërku më dim komunët e të se që janë ole Ju jeni me Drenas. Me drenas. Qa ju kanë thonë komunë? Jo, valla në Në hësh, kush një farë përgjigjes të ka këtë veç. Veç kush farë përgjigje. Okej, kanë arë stafi jam ju kanë vizitu Fatlum. Po, faleminderit për ty pa shumë. në, shumë faliminderes. Për tyre shumë. Për shka jeni arë sot në studio? Valla se në studia, me të alel, i në orë.
Pra i shpi. Për një shpi. Sa të kërët e tu. E ka pa kamerat e për dhe. Ama një me që kini me bo shpit jujën. Njeri është me më, djanja, po njeri në drejt i shala qëtë sërjave. Dënjaja është me i mëtë, jetohet gjithmonë me i mëtë. Fatlum, po të shë shumë të prekë, pse? Të ka lodhë jetë. Fatlum, nuk shanë burë. Bashortja jo të në dha një mësim bukur të mirë neve. Sa o bërë? Sa o bërë dërëm. Po vëlla pas të lirë, po. Thejke baba jam, sa o bërë dërëm. E që tash pumbin që të Po baba. veç të njeri zonë, sa o bërë dërë, qështë gjandje, ka të thu. Ama, shka bën njeri me mërzi? A bën e sa na gjonë zgjedhje? Jo, zonë, po. Për haj shpia rej. Për haj. Sa o bërë? Për haj u kuftë, inshallah, gëzën e uli edhe një minutë. Bënja për haj bashkështës. Sa o bërë, për sheko selametin. Fatlum. Cili keni mi adhon lajmin fëmijëve kur shkoni në shpim? Nauna a baba? Ja, në më vetë. Në më. Ja, në më. Që s'fut. A kanë më gëzu? Shjera, lasë dhe më saja që i ka marrë. Dhe këna marrë dhe një vizit tjetër me kamera, me pas një intervjist të vogël me juve dyve, kur t'ju jepim qelësat e shpisë rej, kur t'kryjet shpia. Por haj, e rruga mbaru kuft, kalofshi mirë, e selam fëmijëve. Por haj u kuft. Lajmi mirë, emocionet mirë, shkoj me sigëll kthehemi në studio. Zoti kur mos u hum, Zoti është përbleftë, ba mirë s'kudo që jeni me nisë Ramazanin, me përfundu Ramazanin, me dhon lajme çdo ditë, me i pa, me i fshi këto lot, me i ndalë këto lot të shumë prindërve, mu bo shumë shtëpia të reja, për mes nesh. E këto a bëni veç juve, në ngelet, veç me lutë Zotin, me ju shpërbly, me ju falë shëndet edhe me ju dhonë bereqet. Një historie tjetër, po nga komuna Drenasit, vjen nga fshatri Abrije e përmen. Stafim ka shku ka vizitu një familje atje, me qenë se është emisioni fundit i muajit shenjtë të Ramazanit. Ne kemi zgjedhë sot dy familje ti kemë mosafir në studio, edhe ajo që shkoj edhe kjo tani, po e ndjekim historien edhe do i ftojmë në studio. Fëmija vogël, këtë hapsin që sa vjetë. Kusht e lejtë. Ato këto në e vlazim morën, pa u problem se unë jam e stejnda. S'pesha së qaj. Pa unë shka do që të flasë, pa me të përshijen vetë. Nushtë e pa mundshme, përbanim jam keq. Unë jam bekim të mogu pe Abristepër, që një gati 4 vite jetojnë qitë vend që tu, një dhomë, kushtet veç për shihen që fara janë. Në pa mundësi me ban zgjidhe për shpi, është e pa mundshme me këto paga, me këto sana, unë e marrë një pagë, veteranë në gjonë që aja për harës nuk mjaftan. Edhe më ka deshtë pa tjetër me kërkundim. Po s'ki alternativë, kur s'ki tjetër sa në qa. Qerasën pagu i s'ka mundësi me dalë. Pa më kosht. Në kosht e këne ato keq. Mu është pa kuzhinë, pa banjo.
Tishat e shtrati që qësë jashtë, millin e kom jashtë. S'po dhja shka me va, veç për një shpi. Loj, as i dalin barna me ble. Këna bon që ata që u po pjesë e unë, që këna bon të bon. Veç i la që qëtu që ka në friz nuk pidalin shtot veteranëve. Kështu se ku menu, po. Ka ndodhë ka gjithë qëpa. Kam tensionit, kam stejnë, kam të ndyrës, kam përcjetë se pjatë. Shpesher njëtë kërkodi që është problem. Kush ka mundësi veç sa për një shpise, sa me hongër e me pija pet për në animon dikush. A për shpi kur s'mendoj, unë për venas mujna kur me bë. Ky është i smut, fëmijën i kam të vogjël, unë nuk punoj. Kush ka mundësi, Allah është për leftë, s'pa moj. Nuk po ka mundësi me bë kush. Bekim Demaku. Bekimi është këtu, ne i dëshiroj mirë se ardhje Bekim. Hajde Bekim, selamu alaikum. Si je, si kalem, e mirë, erhat, si një motra, e një mirë. Hajde. A e një mirë? Mirë, alhamdulillah. Ty po të shotë emocionu më hala pa ardhë. Bekim, që shie? Mirë, alhamdulillah. Që shenë familje? Mirë, po më. Ekipi jem ju ka vizitua, ka pun në historie t'juj. Po, Allah është për leftë në gjithë. Që shpo jetani? Qa me thonë, jo mirë, po ja dalëm të qysh. A punon Bekim? Po bëj përpjekje shpesh me punu, po është problem. Dëgjumë kishe pas probleme me shëndetin. Po. Po, kam probleme me shëndetin, pej 2011 kam problem serjas. Tash jam edhe me stejnë, me terapi pak më trone, po. Me do mos po do të me bu përpjekje ka njerë, me punu, pëse shpesh. Qarë moshe ki? Unë jam 79, 44 vjetë. Sa fëmi i ki? Jam prindi 3 fëmijëve. 3 djemë. Me i më në shumë. Motër, emri juj? Elhame dhe më. Elhame. Pash të emocionum të hynë studio. Pse? Qështu kushtet s'po janë, fëmija po lëpin gjithë shka. Unë si në bollë për kom shtirë. Elhame mu i shajti Ramazanit, normalisht muslimant janë ma dorë dhënës, aja u ka qelë derën dikush. Po, falenderit, alhamdulillah, në kanë një mu kështu për me hongre, për me pi. Nuk në kanë lonë keq, po për shpi kur s'mujna me bono. Kjo është i smut, unë nuk punoj. Fëmini kom dvogje. Qarë moshe është fëmija maj madhë? 15 vjetë. 15 vjetë. Nuk di kush ka mundësi, Allah ishë për vletë. Unë s'muja s'po t'jesë që shmë këthy një dhonë, që aty loj, që aty shpërloj, që aty ho, që aty pi, që aty flej. A këni kërku ndimë në Ivan? Ndimë kena kërku shpesh herë, po nuk është edhe e letë, po shijet që mduhen një shumë. Hoxha e modhe parave disa hoxhallar kanë bërë përpjekje shpesh, do vëllezër muslimana kanë ndihmu një kohë, një pjesë, një parcelë na kanë blerë modi, blerë 3.000 euro, që tu ku jem fshat, që tu kemi menu me më vendos, po është e pa monshme me qëto të arma so janë. Sa ki të ardhura? Kanë një pagën e veteranit e kanë. Je veteran? Po, jam veteran. E 200 diçka euro, është e pa monshme me thuj e hargjë më furnizu, se jo që me mund të shka. Ilacet? Krejt për që asë duhet me blej. Shpesh do vllazni muslimane marrën me punu, po leona, nuk po ka mundësi. Ta më shumë marrën për ndihmë, po problem pa një dalë shumë. Cëllë është apeli
i juaj për ata që më na shikojnë në fund të këtij muaji të shenjtë Ramazanit. Do që kish mujt për një shtëpi më ndihmu për to jam shumë keq. Allah ja marrë një shtëpi në xhenet. Amen. Mani me që keni me bashkë juaj. Veç në një mof në kurse në ju. Të Allah. Shpresa të Allah. Po bojmë me shpitërin. Allah shumë lehtë ja Rabbil Alamin. Elhamdulillah. Elhamdulillah. Faleminderit, Allah ju shpërbleft juve kush ka pas më që. Ka unë të kontribut. Allah ja marrë një shtëpi në xhenet. Amen. Amen. Beki me a ke prit lajmin që kemi marrë. Jo, se kërkesat e mëdha, më kanë thonë që kërkesat e mëdha. Nevojat e mëdha, shumë njerëz po. Me gjithë. Na jena besimtarë. E keni pas shkru me sëd. Elhamdulillah. Me ardhë, muaj shenjtë Ramazanit, borim shpia për të bëhet. Borimi ka probleme edhe me ujë. Bekimi më falë. Bekimi ka probleme edhe me ujë. Qëta këtë më thonë stafi jem se s'kan ujë të pishëm. Po jo qelet edhe bunari nga jetimat e Ballkanit. Edhe me shpi edhe me ujë. Na, me këtë lajmë po i përshëndesim me kanë fëmijën e vogël jashtë, për haju koftë. Allah ju shpërbleft. Luti për njerëz që po jepin. Faleminderit shumë, Allah ju shpërbleft. Nëse harronin duati. Një cent për neve, Zotin një shtëpi në xhenet ja marrë. Edhe juve si hoxha, Allah ju shpërbleft. Mes ty në emocionem ne po i përshëndetim, po ja u bëjmë për haj zyrtarisht, aleikum selam për haj të koftë. Shpia dhe bunari, inshallah këna mu pa bashkë. Shpërbleft ty edhe të gjithë aty. Për të kryet shpia. Për haj motë, për haj e gëzëshë. Faleminderit. Alhamdulillah. E falenderoj Zotin, sa dy familje me shtëpi të reja edhe një bunar. Inshallah jem në vargun e duave të këtyre familjeve që kogja shumë jenë bo që jenë bo me shtëpi të reja, kanë fillu një jetë të ri falë jush, kontributit juj. Këti emisioni po i vje fundi për të pa pas një ore bashkë në podcast, por po e nisim, po e përfundojmë ata që e nisa, shqiptarët biznese, shqiptarët grumbullojnë mbi 7 milion euro për projektin e madh në Prishtinë. Gjithë ju të cilët doni me kontribu, më u vargun këtë bamirësin, këtë projekt, ku do që jeni shqiptarë, këto e në të dhonat e shoqatës tonë, shoqata jonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmes kësaj adrese, ju mund të jepni donacionet e juja, kjo është gjirollogaria e shoqatës tonë në Zvicër, kjo tjetra në Gjermani të dashur bashkëdhetarë që jetën në Gjermani edhe në Zvicër, me donacionet e juja që i jepni në gjirollogarit e tona të shoqatës tonë atje, neve mund të lëshojmë një deklarat për punë të tatimit të shtojerit dhe ju mund të lirohi për ndihmën që keni dhënë nga tatimi në shtetin e Gjermanisë dhe të Zvicrës, po kudo në Evropë. Gjirollogaria e jonë në shtetin e Gjermanisë vlen për gjitha shtetet evropiane dhe skandinave. Andaj të gjithë në thrasin shumë shqiptarë nga Italia, nga Skandinavia, Belgjika, Hollanda, ku mujna me bo një pagesë, ju themi për gjitha shtetet e Evropës vlen gjirollogaria e shoqatës tonë në Gjermani. Kjo është pra gjirollogaria e shoqatës tonë në shtetin Gjerman, e cila vlen për krejt Evropën, ProCredit Bank Kosova, Banka Ekonomike në Kosovë këtu dhe Banka Kombëtare Tregtare këtu në Kosovë. Shoqata jonë
është edhe në Maqedoninë e Veriut, kjo është adresa edhe gjirologaria shoqatës tonë atje. Kemi edhe adresën e GoFundMe-s, ku është një pagesë online që bëhet me anë të GoFundMe-s, edhe PayPal-it, janë adresat të shoqatës. Vetëm nga numri Vala dhe vetëm nga Kosova 55333 55444 ju mundeni me ndihmu me një SMS duke dërgu dhe ndihmoni shoqatën me një erë. Ky është emisioni i kësaj nate, mos na harronin lutjet e juaja, Zoti kur mos ju humb pas një ore në podcast Risi e surpriza. Zoti kur mos ju humb, Zoti ju shpërblet.